E Allah tha në Kur'an: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Ai I cili ka frikë Allahun, Allahu I jep rrugdalje. Atëherë kur ti thu s'kam rrugdalje, kam bet keq. Atëherë kur ti e uf shpresën që s'dush me uf shpresën, Allah ti e rrugdalje. Vetëm ti ktheja Allahu xhallahu. Dhe Allahu e furnizon ka nuk I shkon mendja. Ai I cili mbështetet tek Allahu, atij I mjafton Allahu subhanahu wa taala. Allahu akbar për ditë themi në namaz. Nuk duhet tjetë kjo fjalë e gjuhës. Kjo duhet tjetë fjalë e zemrës, vepër e zemrës dhe e gjymtyrëve për ditë për neve. Allahu akbar. Allahu është më I madhi. Allahu është më I madh se problemet e tua. Allahu është më I madh se borxhet e tua. Allahu është më I madh se smundja jote. Allahu është më I madhi subhanahu wa taala. وَلَا يُعْجِزُهُ شَيْءٌ فِي السَّمَاوَاتِ. Nuk ka mundësi, nuk e pengon Allahun kur gjon qiell dhe në tokë, kur Allahu don me bë diçka.